në banorët të fshatit Kullaj, edhe protestojmë sot këto për këtë rrugë. Edhe qëllimi kryesor i kësaj protesta është që kjo rrugë të bëhet me standarde. Ka filluar të bëhet riparimi, nuk është me standardeve. Kjo rrugë ka 20 sa vite që është ndërtuar, edhe nuk ka vu dorë në këtë rrugë. Filluan tash e bën me ato standarde për 20 sa vite që thash, pra nuk i përshtaten ritmit zhvillimit që ka kjo fshat. Edhe problemi është sepse këto këto mund fjallë për zgjerim, edhe nuk ka nevojë për prishje, për zgjerim. Për zgjerim rrugët, edhe fshatin e kanë doa për gjys. E kanë quhet deri një farë venit, e kanë ndaluar. Pra, edhe nuk është hera parë që këtij fshatit, një fshat me fshatis, mund të them më diskriminuar, me rrezik i Shqipëri, edhe i e bën kam me këto. Kërkoni që projektit ndalet dhe të rishihet edhe një herë për të zgjerohet. Rrugët bëhet me standarde, edhe të bëhet edhe ribashkimi këtë fshati, jo për gjys. Se duhet ju them diçka. Një kjo rrugë është kryesore, jo vetëm për zonën tonë, po kja lill këtë me Marsinë e Madhe, pra që është me shumë rëndësi të madhe, jo vetëm për zonën tonë. Pra ne organizojmë të protest që duhet bëhet me standarde. Ka duhet jo. Na kanë dalë këtë protest për zjanimin e kësaj rrugë. Sidomos fshatit Kullaj, se deri në Dragoq një farë zjanimi të është bo. Por diskriminimi fillon këto. Fillon këto në Kullaj në kriminum në Shqipni. Si ashtë në fshatnat, si me 9 shtator 1946, i tha komunizmit shporo, edhe gjithna, si kërkojmë sot demokraci, kë fshat e ka dhonë qysh në vitin 46. Po këti fshatit i prehet rruga për gjys, i ngushtohet rruga, na jana si fshatar, si fshat, zjanohet krejt, edhe pse na bjen në i fije me prish, nuk kana problem, se na kanë tolerant të njetën na, edhe jana për demokraci, edhe nuk jana për ashtu, e kanë do fshatin për gjys, dalën, se aty ku e kanë do fshatin, janë 10 pushkatum, a ne zdojnë mje quë, as të kulak. Arsye politike si masë? Pa tjetër, aty ku ka ardhë Benet Becin me 9 shtator me përkujtue lëvizjen antikomuniste të Postrips, tha unë jam edhe për demokrat, jam për ton poplin. Hajde Benet Beci sot, aty ku është kput rruga, aty janë 10 pushkatum, aty s'shkon monej, aty as ka drit, as ka rrug, aty janë kolakt, si janë qujt atërë, po janë familjet më të nërume në tonë Shqipnin, jo të. Në ras, nizo, na si popull, edhe si fshat, janë tolerant, janë djath, na dorojmë sa dorojmë, manena dorimi e ka një me fjallë. Na i herë e kana me forma demokratike. Ashtu si kana vepru qysh në 46-ën, edhe në 91-shin, edhe tash vazhdojmë. Ta kanë orë shtruhe asfalt, janë të riparue. Ta shti mos i tonë kjo investim si ashtu, po, zjanohet rruga, edhe të bëhet taman. Në rase nuk vendor Benet Beci, po i thojmë na blokojmë rrugën. Ma ne të vinë ata. Sot kanë organizu këtë protest, vetëm për, mësi kanë fillu me riparu këtë rrugë. Kërkojmë edhe si mas projektit, si anis, prej të ura mesit, zjanimi, ju peshin e vetë, mund të filmoni, anësuet kanë bo 3 metre të 10, edhe nuk shkëndim për kanalit, të ju po atë vetë, si në 2 makina nuk nërohen.
Nuk kërkojmë asgjë më tepër na. Zgjanimin sikur ka nis prej të Uramesit, shkojnë deri atje në fund. Megjithse si fshat janë shumë diskriminuar, se ka shku gjys, domethënë deri në gjys fshatit, gjysa fshatit ka met komplet, domethënë as projekt as kurrë blloku aty. Ne kërkojmë që të vazhdojnë deri atje ku është projekti. Se është bë kështu, si më thënë? Kjo për menimin ton bëhet vetëm thjesht se ky fshat është i djathtë komplet. Binje politike. Se deri ju po të edhe ka jetë, ju mund të shifni, mund të filmoni këtë ashtu, deri në qendër Dragoqit vjen komplet zgjanimi, që ka orë. Urnoni ku e keni, aty që nuk ka hidhë vetëm që ka pas pjesë e asfaltit. Pjesa tjetër që rrinë edhe gjysmetet anej, do me thonë, edhe 1 metër mund të shtohet rruga, pa për kitë kur i gjanë, vetëm thjesht, për me vjedha ta, për me ashtu problemi tyne atë nuk zgjanohet rruga deri në kanalit. Ne do të përdojmë të gjitha format demokratike që janë deri në fund. Në fund do të bllokojmë komplet rrugën. Në rast se rishikohet projekti, a jeni dakord që të prishin edhe objekte ose avullia? Aty ku është mu prish, aty ku mu prish nuk kanë asnjë lloj kundërshtimit. Aty ku mua prish ku ka nevojë për zgjanim. Por të paktën zgjanimi i rrugës vazhdojnë, sikur të Uramesit vinë deri në fund. Tashi planet e zhvillimit të rrugës janë kanë në Lëc, që kanë filluar nga bregu i Kirit, tek lokali që quhet në Katon, deri kanë ardhur deri në hymnin e Dragoqit. Me përmasat pranueshme që plotëson kushtet tona që lëvizëm rahat, dy automjete ndrohen krejt rahat në rrugë. Loti tjetër a kanë me vazhdu prej aty ku ka mbaruaj edhe në përfënim. Ka ardhur një plan që ne si banor nuk e dim. Kemi kërkuar që ta dim të shikojmë planin, por edhe nëse keni vënë re në fillim të punimeve, aty tregon vetëm një tabel kujdesit edhe një punëtorit. Tash nëse fondi ka nga fondi i zhvillimit kombëtar, tu nuk ka asnjë transparencë. Sepse tabela nuk është vendos aty që të tregoj se çfarë punimesh, çfarë përmasash janë do të bëjnë këto. Tjetra, rruga që jemi në tash këto është 3 metra 50. Nuk mjafton për 2 automjete të kalojnë rahat. Këtu kalojnë edhe kamësorët, kalojnë edhe fëmijët e shkollave në një rrugë 3 metra 50 asfalt, kur mundësit janë 90% e kësaj rrugës të zgjanohet deri në 4 metra asfalt, pa prish asnjë objekt, pa i marrë pronën askujt, janë hapësina të mjaftueshme 90% e saj. Tash ne e dim se kjo është rrugë rurale, nuk është që të bëhet me përmasa si qytetit, por kur veni është i mjaftueshëm që të zhvillohet, të zgjanohet rruga, pse mos bëhet. Kemi 35 vite demokraci që një rrugë nuk e kanë asikush. Jo në lënë mazdoret, por njëna si me kanë bëjt tjetër këtu. Kjo rrugë ka nevojë për zgjarim, kur edhe një herë thamë që hapësinat janë të mjaftueshme që zgjarohet rruga deri në 4 metra asfalt edhe të betonohet bëhet një herë dhe mirë. Nuk duam që, më fal një sekond, nuk duam që këto fonde, ato që kanë ardhur këto fonde të keq përdoren, sepse kjo mënyrë e punimesh është keq përdorim i taksa paguesve, i fëmijëve edhe gjithë banorëve të tjerë që paguajmë taksa, 2 herë taksa. Një vjetore që kanë detyrueshme për automjetet edhe tjetra për atë naftë ose benzinë që paguajmë çdo ditë. Projekti është riveshje asfaltike kaq. Trajtim i rrugës. Po mirë, a vetëm merri vesh në Dragoq? A vetëm një pjesë? Një sekond më zëdek. A vetëm një pjesë edhe një shput pjesën tjetër të fshatit tërë? Zgjerimi që është bërë në fillim është bërë për anësiguri teknike. Po të na, s'ka siguri teknike të na. Tani, ato flason me që të gjohë, faleminderit, të luta. Falë. Duke qenë se rruga atje është pak më e gjerë, këtu është ngushtohet për efekt sigurie teknike, bëhet zgjerimi dhe rakordimi i 2 rrugëve. Ajo rruga është më e gjerë, kjo është më e ngushtë. A kryve ti? Po, e kryva kaq. Tu të na, a shumë më zonë për siguri teknike, edhe mund zjanohet më rahat, se këtu s'ke, ashtë Kjo më zonë. varet nga autoritetet cilat kanë bërë projektin, nuk varet nga nenemi kompania zbatimit. Super, na janë ato angute jo. Mirë, Vetëm në vënës projekti. Ja. Dhe në projektin tabelen. Projektin u asigurojnë pa asnjë problem. vajem.
Ja, brego. E ka bëj inxhinieri i Kullajt e djathtë pretendojnë. Pse thash? Administratorin aty të vinë Jo më djalë, s'ka administrator, një tisë ti. Në rase atje është bo kërkesa, po të na, jo? Po nuk jam mund që ta them këtë. Ne jemi E kompania ku mje kërkuna? Kjo rruga është pjesë e fondit të zhvillimit, po të lutem me këto. Është pjesë e fondit të zhvillimit. Është pjesë e fondit të zhvillimit për llogaritë të Bashkisë Shkodër. Pra, autoriteti kontraktori joni është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Super. Kaq. Kështu që s'mund të vini ta kërkoni te neve, ose te fondi ose te bashkia. Keni një projekt si njësi? Kjo është një riveshje që është bo, nuk është një investim i mirëfillt, sikur është bo ura mesit box, është bo me 3 lote, një pjesë kretë e shkurta bo me 3 lote, edhe a bo investim me bankina me gjana kështu. Kja ka ardhë një riveshje, 1.586 km, a bo riveshje. Do me thonë, edhe na kena mot edhe me inxhinierin e rrugës, edhe me nënkryetarin e bashkisë, kena ardhë cep në cep të mba matjen. Këtu, si kur qëtot edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga një regulator i rrugëve, sepse ajo është bërim aksidentit. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hekrit në kanal, edhe është ba e pa mujtën për më ba 4 metra, do me thonë një pjesë të madhe të rrugës. Kështu që kja është diskutimi që kena ba me ato. Do me thonë, si kur të ishte një investim i mirë fillt, ishte do ba mrena standardeve çdo gjë, po kja është thjesht një riveshje. Banorët pretendojnë se është një, po themi, një investim politik pra. Dragoçi që është një zonë e djathtë, është E majt, dhe kullajt e djathtë pretendojnë. kullajt e djathtë, është Nuk ka lidhje hiç kja pjesë, sepse është ba 3 lote, është ba ura mesit deri në fshatin box. Po që ashtu gjithmonë po thojmë na me ishqyr këta pjesë gjithmonë Dragoçi ja keni diskriminuar. Edhe ka ton ata vite që është ndërprej. Kjo ato ardhë deri në pjesën e kullajve, e kalon edhe qenën e kullajve, fatkeqësisht ishte, do me thonë, kja pjesë ka prejkë ma shumë që s'ka shku deri në fund. Po shpresoj me këmbgullje që me mujtë me e qu kretë, do me thonë, derisa të përfunojnë pjesa e kullajve. Kjo ishte ideja. Bllokojnë nëse nuk zgjerohet rruga. Jo, banorët kanë drejt me ba çdo veprim që t'ju marrën me atyne, ne jena në demokracia, ta kanë Terezinë e tyne, do me thonë, po vetëm diqa është që mos t'i marrin gjanat politike, se s'ka lidhje me këtë pjesë. Ne dona me na bo rrugën 4 metra, sikur bëhet Dragoç, sikur bëhet boks, sikur ka fillu, sikur ka fillu të ura mesit. Kjo nuk është protestë politike, as e kam organizuar, as e ka organizuar, as kërkush. I tu ketë majt, ketë djathtë, ketë me të mdoshit, ketë me gjithë kënë. I tonë banorët e fshatit Kullaj, ke edhe prej fshatit Dragoç. Ne na intereson mu boj rrugë 4 metra që mund rru 2 makina. Jo më orë 3 metra gjys dikun, 30 dikun, 4 dikun, 4 gjys dikun. Tashi, me qenë sa ka një projekt, qysh me voltona Ademi, se na din shumë mirë, të vazhdoj një projekt, edhe i këtë kërkujmë na. Mu bo rruga 4 metra, po këtën mund rru 2 makina. As më pak, as më shumë. As pun politiket, as asisen. I ka që kishonë.